Qyteti Tetovës ka mbledhur emra të mëdhenj si Lazim Destani, Armand Duka, Masar Omer Agiz dhe Bilal Kasami në një takim vendimtar për të ardhmen e stadiumit të Tetovës, projekt që tashmë po merr formë. Pronari i Shkëndijës dhe 2 krerët e federatave të Maqedonisë dhe Shqipërisë janë shprehur jashtëzakonisht optimist, duke theksuar se Tetova është shumë pranë realizimit të një impjanti modern të standardeve të UEFA-s, ku Shkëndija pritet të zhvillojë ndeshjet europiane para publikut vendas. Stadiumi i ri premton edhe më shumë për masa dhe infrastruktura e tij mund të bëjnë Tetovën pritëse të ndeshjeve të përfaqësuesës, duke hapur rrugën që në të ardhmen Maqedonia të luajë sfidat të eliminatorëve ndërkombëtare. Që disa herë në këtë stadium kanë ndjekur ndeshje që vërtet ka qenë një stadium në gjendje shumë keqe, pothuajse të mjerueshme, dhe tani është një projekt i bukur që besoj jam shumë i bindur që do shkojë përpara me bashkëpunimin shumë të mirë të le të themi të 3 faktorëve dhe aktorëve, kryetarit bashkisë, kompanisë, ekolog dhe me mbështetjen e Federatës Futbollit, pse jo nëpërmjet projekteve të UEFA-s. Ne kemi një projekt i cili mbështet që quhet Hat-Trick, i cili mbështet projektet zhvilluese të federatave nacionale, dhe besoj që nëpërmjet padyshim Federatës Maqedonisë Veriut dhe zoti Masar do ta shfrytëzojë këtë për ta mbështetur këtë projekt. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë, ku stadioni Tetovës, ëndra e gjithë neve, veçanërisht e tifozëve, është të realizuar dhe do të realizohet. Ta shpejtojnë pak punën. Do të ri afër, sa më shumë të shpejtohet, edhe në vitin e shembull sa është afati, bile para afatit të luhet në stadionin e ri.